kemi bo 2 ditë stërvitje ditore, e prej nesër do të kem grumbullimin ku do të arrijnë edhe lojtarët që nga jashtë. Arsyeja pse kemi bo kështu ndaras është për arsye që shumica e lojtarëve, sidomos këto që në ligën e Turqisë ka 25 ditë që kanë përfunduar kampionatin dhe ideja është që përmes këtyre 2 ditë stërvitjeve mundohemi sa më shpejt mi kthy në ritmin e lojës. Lojën testuese me Dugaxhinin provojmë diçka që mund na shërbejë edhe në lojën që do ta kemi ndaj Latvisë. Loja vendimtare do të jetë përballja ndeshja e fundit Latvi-Kosovë dhe do të jetë një lojë shumë interesante dhe Minxis po pres fund, po besoj që edhe vajzat për mu sfidu me kësi sfida interesante. Dy stërvitjet e para kanë shku shumë mirë dhe kanë qenë shumë të nevojshme për të po gjendjen e vajzave se si janë, sepse disa prej tyre dhe kanë pas pushim, sepse ka përfundu liga. Po shpresoj që kjo ndeshje nesër testuese na ndihmon shumë për me po gjendjen e vajzave që në mënyrë me kombinu sa më mirë një ekip. Atmosfera brenda vajzave është shumë e mirë, besoj që jena shumë të komponuar dhe gjithçysh do të shkojmë në Letoni përfitore. Mendoj që këto 2 ditë kanë qenë shumë nevojshme, të marrë parasysh që kemi pas disa detyra për me u paraqit sa më mirë ndeshjen kundër Latvisë. Nesër kena me pas një lojë testuese edhe po besoj që kena me provu diçka për mju kundërvy Letonisë. Normalisht kena më mundu që ndoshta në secilin repart me përmirësu diçka edhe forcat tona ku i kemi me shfrytzu maksimalisht, po kryesisht kemi më mundu me sulm që mos me lujt ato lojën e tyne, me fillu na me lojën tonë.